Përshëndetje e mirëmbrëma për ju miq e mike kudo ku jeni. Sonte fillojmë me një emision promovim libri vlerësh, sepse të gjithë duam nënën ose shprehim mall e nostalgji. Tema e emisionit të sotëm është promovim libri, që do të promovojmë librin Madhështia e ka emrin nën, nga autorja Prenda Sejdia, e cila është edhe udhëheqëse e programit bashkë me mua. Le ta ftojmë zonjën Prenda në studio, nga studioja në Lezhë, dhe I urojmë mirëseardhje. Mirëmbrëma dhe mirë se vini zonja Prenda në këtë promovim. I realizimit të këtij emisioni dhe konkretisht për librin poetik Madhështia e ka emrin nën. Nënat tona janë heroina, janë engjëjt e tokës sot, por nesër janë engjëjt e qiellit. E kush nuk I do nënat? Mirëmbrëma të dashur dëgjues, kudo që jeni anë mban projeve shqiptare dhe më gjërë. Unë të po zhvillojmë të promovim libri Madhështia ka emrin nën. Unë vërtet e kam shkruar për nënën time, por nuk I kushtohet vetëm një nënë. Të gjitha nënat janë mrekulli e kësaj toke. Dhe ky libër shkon për të gjitha. Dritë paqin nënat që nuk jetojnë shëndet dhe jetë të gjatë. Çdo nënë që sot frymon për fëmijët e saj. Faleminderit zoti Gzim. Faleminderit edhe juve, zonja Prenda. Sigurisht se ne këtu në Margim nuk I kemi librin dhe do ta kemi pak më vështirë për të palosur nga libri, por gjithsesi dëgjuesit tanë dhe shikuesit do të kenë durim të na presin derisa ne të gjejmë edhe poezitë në monitorët tonë. Unë para se gjithashtu duhet lexoj biografinë e autores për të pasur me lexim një poezi nga ky libër që është I pari libër që I kushtohet nënave nga e para deri në fund, me poezi veç për nënën, e secila poezi përcjell në vete shumë e mëdha. Fillimisht unë do të lexoj një poezi, pastaj do të kthehem tek biografia e autores, nga se këtu teknika asistoi na dirigjon pak. Unë këtu brenda këtij libri kam edhe një poezi që fatkeqësisht një atë ditë që nëna e zonës Prenda ka shkuar në amshim, gjendesha në udhëtim dhe po një atë ditë unë I kam shkruar një poezi ato. Dhe poezia quhet Pikëllim në ditë të vjeshte. Nënës së miq vetëmi, Petritit, Prendës, Borë e Sokol Sejdis, në kujtim të nënës Lind, në vend të një in memoriale. Atë ditë të trisht shtatori, vjeshta kishte zbritur mbi pemën e oborrit, dhe gjethet e verdha të zverdha nga motet e stinëve, her pas here pikonin purpurt, e I shtroshin te pihut të oborrit, plot ftofsi për ta pritur mëngjesin e fillit të stinës, nën pika loti që pikonin nga sythët e degëve. Në klithme e lehtë që ra me natën e vonë, paralajmëroi lamtumirën e fundit dhe udhën e amshimit përpara se të vinte mëngjesi. Dita kishte qelsh, plot shkëlqim mbi fytyrën e saj, tek shtrati I vdekjes dhe mbi flokun e bardhës si Debora, që s'kishte vënë boj prej vitesh, kysh kur I shoqi kishte ikur në amshim, por ja kishte ngjyrosur malli I të birit dhe mosha plot brengat moteve. Dikush tha, mos bre, mos ja qani moshën, as hallet, as vitet. Mos ja ngacmoni as plagët, as dhimbjet, se ja prishni bukurinë. Më kot ja lëndoi shpirtin, ja thyeni zemrën edhe ashtu të coptuar, vetëm 2 zonat tek parmaku I dritares së vjetër, se ndalen loti. Atë ditë shtatori, edhe vjeshta ra në pikëllim, tek pema e oborrit, ajo ditë në iki. 20 shtator 2023, Durrës, Ancona. Miq të nderuar, kjo ishte poezi. Faleminderit shumë, faleminderit.
Neve tani më gjithsesi do të duhet që të shpalosim për të promovuar librin, duhet të shpalosim fillimisht biografinë e autores, që do të lexoj unë në pika të shkurta. Brenda se Idia e lindur në fshatin e bukur Buxhan Puk, rënit e saj janë thella sa vet jeta, ku atje flet fisnikria e gjuhës e zonës Bajrakut madhështor të Thaqit. Në moshën e saj të vogël, familja e saj u vendos në Tropoj, kreshnike, ku veçon mirësinë që ka komuniteti asajane si malësor të Malësisë Gjakovës. Ajo pajis me plot virtyte humane njerëzore që përcjellin gjatë gjithë rritës e jetës së saj. Ajo mbaroi mësimet fillore e të mesme. U diplomua në Universitetin Luiz Gurakuqi të Shkodrës, kreu fakultetin e mësuesisë, që nga viti 1993 punon e vepron në Lezhën e Beslidhjes, tashmë dhe në Shkodër, këto qytete modele me tradita kulturë patriotike e adhëtare. Marrëdhëniet e shkëlqyera me familjen, miq të afërm, kanë qenë çelësi i suksesit i gjithë bashkëpunimi i saj që përcjell si personalitet. Puka, Tropoja, Lezhë është ky trekëndshi që i jep bashkëkuptim punës, jetës, veprimtarive, por edhe krijimtarisë së saj krijuese. Ajo tani më përveç kontributit arsimor të shpërndar ndër breza në vitet e demokracisë, ka punuar e kontribuar në fusha të ndryshme, art, kulturë, politik e tjerë. Dhe tani më po e dëshmon veten e saj edhe në artin e letërsisë, në lamin e poezisë, kritikës e analizës, si dhe studimet letrare, gjithashtu edhe monografive historike apo etnosit, kulturor, parapsikologji, publicistik. Është edhe editore e revistës Pena e Art dhe ka nxjerrë tani më rreth 15 numra. Si dhe bashkëediton edhe revistën Rozafa, ndërsa është bashkëpunëtore e ngushtë e revistës Metafora. Librat e publikuar: Memoarët e shpirtit të poezi, Profecia e mëkatit, poezi, Kur të ish mërzitur, poezi, Këmbanat bien, poezi, Ujizat e mëngjesit, poezi, Frymëzimi i tij, poezi, Imazhet e stinëve, poezi, Qiejt e ëndrave, poezi, Qiejt e shpirtit, poezi, Dhimbje largësish, poezi, Eklipsi i stinëve, poezi. Ajo ka bërë edhe studime letrare, që kryesisht është marrë me veprën time dhe ka shkruar shumë libra edhe për krijimtarinë time, pra në zhanrin e kritikës letrare. Fillimisht është libri Poezia e Gerajt në doktrina analizës dhe kritikës letrare, studim letrar. Diversiteti i penës e Gerajt në doktrina analizës dhe kritikës letrare, përsëri studim letrar. Metafora e mallit, për zgjedhje poetike nga Gëzima i Geraj, Poeti i metaforave, studim letrar. Romani i Gerajt në optikën e analizës dhe kritikës letrare, studim letrar. Vlerësime kritike dhe analiza, kritikë letrare. Poetika ime në thjerësën e vlerësimeve kritike dhe analizës letrare, kritikë letrare. Poezi, Hienat e erave, Prizren 2021. Diversiteti i artit në thjerësën e vlerësimeve kritike, analizës letrare, kritikës letrare. Kritikë letrare, kërkoj. Kodi i maleve, artizanët dhe veshjet popullorë të Buxhanit dhe zonave përreth, etnos. Festat, rritet e jetës dhe etnosi Buxhanas i zonave përreth, etnos. Etnia ime në vargje, poezi, parathënie, studime e kritika letrare. Ti Buxhan Bajrak i Thaqit, monografi. Pena e Gerajt në letërsinë për fëmijë, kritikë letrare. Sfidat e artit e kritikës, kritikë letrare. Njeriu, kjo qenie e vështirë, parapsikologji. Nëna, kjo madhështi e njerëzimit, poezi. Antologjit, nga bashkoj poezia, libra ime, vitit 2020. Revista Metafora, që tani më është e përfshirë në diku mbi 20 numra. Dhe nuk do të hymë një nga një të i numërojmë vitet apo numrat e revistave. Antologji, Ëndër për një botë, Biblioteka Ndërkomunale e Prizrenit. Antologji, Ora e Lidhjes, Poezi nga konkursi letrar 2021 Prizren. Antologji në gjuhën suedeze, cikël me poezi, Suedi 2022. 2 recensionet tek revista Sharri, maj 2021, Prishtinë, parapsikologji tek revista Sharri, tetor 2023. Si që thamë më lartë, është edhe editore tani më e 15 numrave, të cilët së shpejti do të vinë edhe 4 numra të këtij viti,
Dhe pra ky përfshin atë volumin e 15 numrave të revistës Pena e Art, e cila është edhe editore e kësaj reviste. Pra. Nikosisht, siç e tham, është e përfshirë edhe në mbi 20 numra të revistës Metafora, antologji Fjalë të Arta mbi Shkëlqen 2023 qershor, antologji në gjuhën suedeze Cikël me poezi 2023 maj, bashkëeditore e revistës Rozafa Shkodër, pra në dy numra të nxjerrën deri tani. Antologji në krahët e Vargut, Biblioteka Ndërkomunale e Prizrenit. Ka shkruar e botuar një numër të konsiderueshëm me parathënie recensione për libra autor të ndryshëm nga të gjitha trojet kombëtare dhe redaktore e 10 librave. Urojmë që penda e saj të rrjedhë në vazhdimsi me lemin e fjalës me të cilën do të shijojnë frymëzohen brezat e ardhshëm. Miq të nderuar, neve këtu kemi një biografi pak më të vjetër nga dita e sotme dhe sigurisht mungojnë edhe disa libra, ndoshta brenda do të kish dëshira, po brenda kohës neve do t'i përmbledhim ato. Por gjithsesi tani më brenda numëron rreth 50 libra të botuar dhe 15 revista që editon ajo, pra Pendën e Artë, dhe nikosisht është bashkëpunëtore e ngushtë në revistën tonë Metafora, si dhe në revistën Rozafa. Është bashkëpunëtore edhe shumë me revistave të tjera të cilat shpërndahen në të gjitha hapësirat dhe botohen në të gjitha hapësirat shqiptare, dhe ajo është marrë një kohë të gjatë edhe me studimin e krijimtarisë sime, dhe unë nikosisht shfrytëzoj rastin këtu ta falenderoj. Për sonte neve kemi ndarë që të promovojmë librin e saj kushtuar pra nënës, pra. Dhe e ftojmë zonjën Prenda që edhe ajo na lexoj diçka nga ky libër. Unë po lexoj pjesërisht nga parathënia, ose hyrja më mirë, cila është shkruar nga unë, pra pse është shkruar ky libër. Unë e kam dashur nënën time, po kush është ai që nuk e don nënën? Nëna këmishërim hynor, dëgjobja ime, ende i re. Nëna të do sa një botë të tërë, por është e neveritshme bi të rrokësh antivlerat. Mësohu që ti praktisesh ato, por mos i harro asnjëherë. Thuaj jo pa besim, se humanizmi ti vjen era njerëzim, kujdes bi. Kujdes se udha është shumë e gjatë. Pra kam cituar disa nga porositë e saj gjatë viteve. Brenda konceptit tim dhe logjikës së shëndetshme njerëzore, kur bëhet fjalë për nënën, për nënat, zemra merr botësinë më ndafsht për këtë figurë hyjnore, ndaj e ndjen tek mbështillesh brenda asaj butësie ledhathuese pa dashur ta modernizojmë figurën e saj. Arsyeja është se mendjet origjinale kanë shprehjet prafelta dhe kjo jo vetëm për mundin e sakrificat e shumta që ajo bën përgjatë gjithë jetës saj në shërbim të familjes apo fëmijëve, por për ndjenjat unike që përjeton dhe elasticitetin që e shpalos natyrshëm dhe të përmbajtjes si element i madhështisë njerëzore, prandaj nëna është institucion hyjnor. Ajo ndëron, shpreson, punon e ndihmon, mëson, fal, lutet e respekton deri në vetmohim. Dhe para fëmijëve bëhet e ëmbël, shenjtore, magjishme, deri tek e parritshmja, por dhe gjyqtare si këshilluesja më e drejtë. Ato nuk e vrasin mendjen më për veten, pasi familja e fëmijët janë parësore për to. Rrallë flasin për kuajtit e tyre, por rasteve kur duan të ndikojnë me shembuj jetësor, përvojat, apo eksperiencat që kanë kaluar. Fëmijëve ju paraqitet si perspektive niveleve të larta, ndaj mbetet ill e përjetshme, pasi ajo gjithmonë këshillon e thotë, mos të bëhesh mëso, të bëhesh i Zotit, apo e zonja e vetes. Kështu bëhesh inspiruese, duke ndikuar si substancë transformimi. Porky e ka thënë, e tërë ajo që është e bukur të njeriu është krijuar prej rrezëve të diellit dhe prej qumshtit nënës. Dhe kjo mbush botën me dashuri për jetën. Nëna është fuqi e gjithëpërshtetshme për ta krijuar botën tënde nga e para, ndaj është madhështia jetësate. Ndaj
Lutemi dhe falenderojmë nënën me mirënjohje të thellë për çdo lutje, urime e bekime që na ka dhënë, e për pakfundësinë e të mirave që na dha në vitet e saj. Jo më kot thuhet që në këmbët e nënës është parajsa. Dihem e privilegjuar nga Zoti që isha pranë saj një jetë të tërë deri në fund të jetës, por ajo ju drejtua plus qiellit atje në mshet. Edhe kjo ishte pjesë e parajsës. Gjithë nënat janë dashurie, mallështia është tek ato plot ëmbëlsi. Kjo filozofi e jetës. Ashtu e kam vlerësuar dhe vlerësoj nënën time si një grua të fortë, të parime për familjen e njerëzit që e çmonte aq shumë. Ishte ajo gruaja punëtore e jashtëzakonshme, e palodhur, e gjendshme, plot virtyte e parimit. Vinte nga puna dhe në shtëpi gjente ndoshta deri në 10 më shumë herë dhe më pak. Nëna me fëmijët e tyre të sëmurë, pasi nëna ime dinte t'i shëronte. Edhe nga rastet kur i nxirrte spitalit të pashëruar, ka ndodhur që ajo t'i shëronte. Rastet mund të jenë me 10 e me 100. Ata fëmijë atëherë sot inxhiniera drejtues, dhe besoj që ky libër për ta do ketë mjaft kuptim, pasi ju kujtohen rastet kur ata e takonin në rrugë dhe e përshëndetnin, Tetalina, na ka shëruar ne, tonin fëmijët. Kur nuk lodheshe, as mërziteshe nëna ime. Prisje për cilja nga tuaja të vjerat për shoqet tua. Atë mirëprisje mysafir të rastishëm. Doje të afërmit aq shumë të donin. E veçanta ka qenë se i doje aq shumë njerëzit e babait tim. Ashtu donte ai aq shumë të afërmit tuaj. Da ishit shembull, jo vetëm. Nën, ti ishe aq i përsosur sa nuk di a kam plotësuar përmes vargjeve karakterin tënd solid, por virtytet ne i kam nxjerrë në pa, por shpresoj që t'ja kem arritur. Të thash në ndo shkruaj për ty një libër me poezi. Tek po bisedonim së bashku pasi mendja ma thoshte se nuk mund të kisha aq kohë që ndroje pranë meje. Dhe këtë e parandjenin pothuajse të dyja pa dashur ta pranonin faktin. As donim t'i besonim mikes, sepse aq shumë e doje jetën sot që lutesha që sikur të ndanim ditët e jetës dhe pa marrë parasysh të qenurit që më javet e fundit, ndonë se nuk ankoheshe, por një jetë bashkë e donim ta jetonim. Kur të thash se për ty do shkruaj një libër me poezi, një vëllim poetik më drejtove. Jo, nëno, jo. Një libër jo, se është shumë e... Faleminderit nën për mirësinë që pate. Për ulem deri në përvujti, me njoh se deri tek qiej. Faleminderit Zot që ti në Lina ishe nëna ime. Faleminderit për gjithçka që ke bërë për mua, familjen e këto. Por të tilla janë të gjitha nëna. Janë byneshat e tokës, se qielli na i solli për të pasuruar tokën. Nënat e ndërtuan botën nga e para, na sollën herojnë, punëtorët, legjendat, kreshnikët, liderët, luftëtarët, liritërët, arkitektët, shkrimtarët, shkencëtarët, doktorët, e lumtur në pafundësi që të bota pranë, e përmalluar në përjetësi për mungesën tënde, të cilën e ndjej çdo ditë, dhe ndjej çdo njeri. Për ju miq lexues, uroj të shihoni vargjet e poezisë të këtij vëllimi me bindje them. E pamundur është që çdo njeri prej jush të mos e gjejë veten brenda këtyre vargjeve apo poezive. Pasi përjetuam dashurinë në pinore të njeriut, pas zëvendësueshme nën, njeriut që na solli davdit. Ndjes pash nëna ime, ndjes paqen gjithë nënat që nuk jetojnë në këtë botë, dhe dritë diell e paqen në botën e përtejme. Shëndet e jetë për ju nëna, që çdo ditë jepni nga vetja për pasurimin e kësaj bote. Sënë prenda, neve do të lexojmë një poezi për t'u dhënë pak pauzë juve dhe për t'i shkarkuar pak emocionet tuaja. Unë këtu kam zgjedhur një poezi pikërisht të motrës suaj, Bora Shkoza Sejdia, të cilën e çmoj dhe e përshëndes. Nën Angeli im, kushtuar nënës Lina nga i bia. Vi tek dera s'po të shikoj, po të thërras nuk të dëgjoj.
Eq mi lesyt me lot, 20 ditë u mbush sot. Të kërkojës të gjej dot, gjendesh lartë të i madhe Zot. Jetë e Zoti për mbire, atje je engjull për ne. Jam mërzit o nën për ty, nuk thahet loti në sy. Po vinë të shumat s'të kemi pranë, porosit për më i dhanë. E kem ndërmend me i kujtu, as një gjë s'kem harru. Nuk na pret më në derë as në shteg, malli yt na djeg na pjek. Sa e gjatë që dita sot, na kaloj me mall në lot, sa shumë desha afër me të pas, e me pi kafën dyja bashkë. E me të pas pranë si dikur, me të puth në ballë e fërku duar, kjo dëshirë s'plotësohet dot, ti qofsh mirë me të madhin Zot. Lexuam pra një poezi të Bora Shkoza Sejdia, të motrës së zonjës Brenda Sejdia. Miq të nderuar, unë kam pas fatin të jem edhe redaktori këtij libri, që ndoshta me kohën do të përmendim edhe këshillin e librit, sepse duam t'i nderojmë gjithë ata që kontribuan në këtë libër. Faleminderit. Po. Po Jana Malëkaj, kur kujtoj nënën, e falenderoj. Besarta Shkoza Zemërmadhe nëna Lina, shumë falenderit. Almari Krasniqi Gjoqa i fjalë të shpirtit. Unë e përshëndes dhe falenderoj zonin Almaria, që kur nëna ishte sëmur, shpesh na merrte në telefon me video, fliste me të, përpiqesh t'i kalonte mërzitje ndonjëherë, dhe vërtet e falenderoj. Alberto Sejdia, Rafaelo Sokol Sejdia, ju falenderoj të gjithëve që jeni bërë pjesë e këtij libri, duke krijuar një kapitull me fjalë shprehje shumë të ndjera, kushtuar në anëstime, por të shkojnë për gjithë nënat. Faleminderit zot i kthem. Po gjithsesi ne të dëgjues të nderuar duhet të plotësojmë edhe pak për treguar se ky është edhe cikli i familjarëve dhe i miqve kushtuar nënës tek libri i zonjës Brenda Sejdia, pra është një pjesë e saj, ndërsa pjesa tjetër shumica janë pra poezi që kryesisht i ka shkruar zonja Brenda Sejdia, duke filluar nga ditët e para të ikjes në amshim të nënës së saj dhe muaj më vonë, pra janë ato emocionet shumë të freskëta të cilat edhe ngjallin edhe emocione edhe për ne që lexojmë edhe për ne që e kemi njohur dhe i njohim dhe gjithsesi edhe përcjellim emocione edhe tek ju. Pra nëna mbetet nën për herë dhe ajo mbetet brenda shpirtit ton, ashtu siç ka mbetur edhe në këto poezi të zonjës Brenda Sejdia. Zonja Brenda ndoshta do të na kishit lexuar ndonjë poezi ju brenda librit që për të marrë pastaj edhe unë ndoshta ndonjë poezi do lexoj. Në fakt, poezit për nënën unë kam shkruar shumë herët dhe i kam mbledhur në këtë poezi, në këtë libër poetik, më pamni. Unë do sjell poezinë që nëse ka mundësi të na prezantoni librin fillimisht monitor atje. Po. Faleminderit shumë. Faleminderit. U i barë dërtit në torin. Me nektarin e dashurisë fylore për ty e shtrejnë ime nën, dua të mbështjell fort gjithë indet tua me butësi më ndashi, pikërisht në këtë qaste që ti sa po prek 80 vjetorin. U i varë vjedhin dëshirat tënde, aromën tënde angjëllore, në shpirtin tim ruaj dhe altarin e Perëndis deri në përjetësi, për ty diamant i shkëlqyes që rrezaton deri për te kupave të qiejve.
Me dashuri do shkruaj këtë etje të thellë dashurie që kam për ty nëna ime. Pranë të kam dhe o zot di pse kaq shumë po më mungon. Fantazit tua më kthyen në dashurinë time të përjetshme e më përshkon çdo qelis. Prushin ndezur zjarr dhe ruaj në gji për ty e imja dashuri. Tek lundrojmë në anijen e ndjenjave sinon e vi, kjo oazë lonturie, që durove gjithçka nga fonet e shpirtit kësaj rrotullie. Imazhi yt mbushullon kristale shpirti plot ngjyra jete. Të bardhat qofshin ditët e jetës për ty, ëmbëlsie mjaltosur e shpirtit tim, gëzofshti o krenaria e ime përjetshme, dhe sare ti, o ti si art lindur me zvjeshte. Të të them dhe 100, a mos duken pak, plot ndjenje dashuri, bardëzuar në bardh, kurime e ditëlindja, nënë e shtrenë tënë. Faleminderit, zonja Prenda. Faleminderit ju. Po sjell edhe një tjetër poezi, psalmi dhimbjeje. E sikur të rroke përqafoj me krahet e mi të kthyer kular deri te i dielli. Vargje psalmit të thur se heshtjen akoma nuk arriti ta kuptoj, e shtrenjta ime nën, ndaj dhimbja thellë ka zënë në vend. Ndjesit e ëndrave të munguara, përqafim rrëmbim fisime, ndalja e akut shprehës, e psalmditjes ende më mban zgjuar për hir të shpirtrave tanë. Në sakramentin e fundit fjalët asithe, e çmoje jetën, fëmijë, gjithësin, në buzë të duke i dëshira për jetuar, shpirtin tënd ngjyra e ylberit ndodh ngjyros, me ty margaritare shpirtit tënd. Nën, në të botë, një ditë kam për të takuar. Nëna ime, para altarit të Perëndis, je ndër njerëzit më të devotshëm, dritë diell e parajs të bëf në atë botë, lule e paq jetën e paso. Amen. O Zotit, Faleminderit, zonja Prenda. Nëse do të lejohet, do të lexoja edhe unë një poezi, por unë do të lexoj pra poezinë e Folit, Sokol Sejdis. Sa do doja nënës time linët, sa do doja të t'i puthja duart që ishin të parat që më mbajtën kur unë erdha në këtë botë, nëna ime. Sa do t'i puthja ato duart të ëmbla që më rritën plot dashuri, sakrifica dhe mundime pa fund, nën e dashur. Sa do doja t'i puthja ato duart që më gatuanin ushqime sa herë që unë kisha uri, nëna ime. Sa më shumë që të lodhja me të qarët e mia prej të llastuari se ishe ti, ajo që më përkthelitë tua më bëre të tillë, aq më shumë më dhuroje dashuri. Nëna ime e shtrenjtë, nuk gjej dot një person të dytë si ty në gjithë të rruzull. Nuk gjej as fjalë të faleminderoj për çdo gjë që ke bërë për mua. Sa do doja të ishe me mua këtu tani se, a thua nuk i kuptova vlerën kur ti ishe pranë në meje. Më mungon shumë, por shumë, nëna ime. Do t'jepja gjithë pasurinë e vlerat materiale vetëm për qafimin tënd të ngrohtë. Të dua shumë, nëna ime. Ah, nën, sa më ka marrë malli, sa do doja t'i puthja të balli, të puth duar të arta me këto ndjenja të zjarta. Zemra ime është thyer e shpirti më qarë, malli po më djeg ngadalë, kaloj kohë që s'të kam pranë, malli më djeg dhe më përvlon, jam i bindur e engjulli im që nga lartë më shikon. Nën, e sonte në ëndrrën time të çmallemi në përqafime. Do vargje për ty po i shkruaj thellë në zemër do t'i ruaj. Do t'i kujtoj me përulësi, të shpreh dashurinë në përjetësi, të pa lëkundur e pa kufi. Zoti të më shirofte shtrejta ime, qofshe parajsës shpirtit të boft. Sokol Sejdia.
Unë po lexoj një poezi të cilën e ka shtruar Ilmi Kurti, Ikja e nanës, kushtuar nënës mikeve Brenda e Bora dhe miqve Petretit së Polsedia. Faleminderit. Shpirti kushtoi të kështia kur marrë laj me kaq të këshia, kjo daton 20 shtatori lajmi hidhur vendin mu. Marrë lajmin për këtë fisnike, pse ka shpejt familje cike, dhe shën shumë e vladhja në bashkë qofti madhe Zot. Nën, o moje mira nën, gjumi natës më ka zënë, bafen ma ka kam sill të këto ma qohu nën, mos flia koma. Nën, moje mira nën, ol sa ta dëgjoj zëm, sa gjumi të thell pas këti sot, vetë ngre e s'ngrihesh do. Nën, moje mira nën, një baldurën ta kam vën, balli jot pakull e vor, kalkan më bën. Qohur nën se po me tren, shpirti nisi po me dhen, zemra vendit po me dot, vetë të zgjoj nuk të të. Nën moj e mira nën dorën vigjoks ta kam ven, zemra pas ka pushu, shpirtin qilë të pas ka shku. Nën moj e mira nën, ti nuk ike pa me them, qastet e fundit të isha pranë të më për ty sa t'im gjallë. Pas ke janë shumë fisnike, faleminderit që na printe. Të 10 vjetorit bashkem festu, për jetë s'kam me haru. Për ty nën do qaj me lot, për shtëpinë e kelen plot, për të pëjlutem zotave qiut të ndri shpirti si rrezet tjetë. Shumë faleminderit, Kalmar Krasniqi, fjalë të shpirtit. Vargjet do i shluaj për ty në Lokelina, e apëlsi mjalë të tete ishte më e mira, mbrëmjeve kur së bashku bisedonim, të mirat e jetës, njërat tjetës ja uronim. Tash do vitë ca ditë bashkë do i shijonim, kaloja hyjnoren e tritës në rrugën tënde, vargon të lukeve tua, drejt qiellit shkonin, fjalët që buronin nga zemra i dëgjoja me ëndë. Trishtova në loke kur dëgjova se kishe ikur amshin. Eshtja sa e natë të mbuloj me kyllin gjyre gri, vardezojmë i kujtimet e dashura për ty, por dhe një ëndër e shuar shpirti jotit lirë i përket veç se me kimi. Kur flas me zemrushen në lokje si trasdot, dashuria për ty asesi nuk mund të trete, si o piku i mbi buzën e tarë, fjala jote embel në zemra tona mbete. Qofsh një në loke në atë botë shpirtit të bëf të dritë. Do kujtohesh sa të jetë, ka jetë të jetojmë, paraj se lulle paq jetofsh me Perëndit, për zemërsisht Almari. Vërtet shumë faleminderit se cilit për tyre që kanë vargëzuar me shpirt, me ndjenjë, jo vetëm për nënën time, por të vargje shkojnë për gjitha nënat që... Po zot i gzim? Faleminderit, zënë Brenda. Miq të nderuar, si që thash edhe në fillim, unë jam edhe redaktori i këtij libri, por nuk e di nëse do të kalonim fillimisht apo kohën që do të mbet do të vazhdojmë me leximin e poezive pastaj. Të lexojmë pak nga recensioni i këtij libri, pra si që thash, pra unë jam redaktori i këtij libri dhe ky recension afron 30 faqe dhe neve do të shkëpusim pjesa nga ky recension, ndryshe nuk do të kemi kohë ta lexojmë të tërin sepse do na merrte shumë kohë dhe do të mërziteshin ndoshta. Por neve do të shpalosim copza nga ky recension për të ofruar një imazh rreth këtij libri të zonjës Brenda Sejdia, kushtuar nënës. Vlerat dhe njerëzorja si rrjedh e një shëmbëltyre që ka emrin nën. Njohja me poeten dhe krijimtarinë e saj. Teksa po bëja gati njërin nga numrat e revistës si me metafora, më ra në sy në internet një poezi e bukur e titulluar "Ti Kosovë, gjysma e munguar". Thënë drejt, Kosova është plaga e shpirtit tim. Është dhembja dhe shkëlqimi i dritës sime për cilin e kam shkrier gjysmën e jetës sime për
Ajo është nëna, babai, prindi, motra, vllai, është dielli që më ngroh shpirtin dhe më jep motiv për jetën, pa lëre se për emrin e lirinë e saj na ikën dhunshëm korbat që i rrinin përmbi diellit të saj. Dhe sado që larg saj dashuria jo që nuk u shua, por u rrit edhe më shumë, sa emri Kosovë mu bë simbol i idealizmës dhe vertikales sa dhe, që pata fatin ta ndjek në rrugtimin tim jetësor. Ishte ky mishrimi me poezinë për Kosovën që më bëri të njihja edhe autorin e kësaj poezie, e aq më tepër për kushtimit që vinte nga një krijuese e atëhershme e një poete të madhe sot, që vinte nga vendi am, siç i themi ne në Kosovë. Ky përkushtim, mishërim dhe dashuri që nxjerrte poezia më kishte tërhequr që revistës metaforat i shtoja edhe një vlerë, për t'i dhënë dhe udhë një njohje që më vonë do të shpalosnin edhe shumë vlera të tjera letrare krijuese, që do të na i sillte poetja Prenda Sejdia. Brenda kësaj njohje, shpalosje arti e vlera, kishim njohur edhe një personalitet që kishte vlerat shëndosha njerëzore. Ishte e kalitur mirë me dije e zgjuarsi, e përgatitur dhe e lexuar, madje me një bagazh të brendshëm intelektual, por edhe shumë e gatshme dhe e etur për njohuri të reja, e kjo edhe ishte shumë interesante. Mbi të gjitha e brumosën me virtytet shëndetshme njerëzore, që reflektonin tiparet e njeriut të mirëfillt që do t'jepte të kuptosh se vinte nga një familje me tradita, virtyte që i takonin tradicionales shqiptare pa e mohuar modernën që e kishin përqafuar me takt dhe mas, pa jo larguar etnisë prej nga vinte. Ky element më kishte bërë shumë përshtypje, sepse njerëzit me virtyte të tradicionales, sikur instinktivisht e kisha më afër, me që edhe vet isha brumosur me brumin nacional e të shëndoshtë etnisë brenda traditës, sado që të ecim edhe drejt modernizmit. Por le të kthehemi tek pika ku duam të dalim, brenda këtij rrëfimi prapa poezisë. Ti Kosovë gjysmë e munguar, qëndronte një krijuese e poete e mirëfillt, e përgatitur, e shkolluar, por dhe edukuar me një frymë elemente të secilës lehtazi përmendëm më lart. Ajo që ne na bëri të mësojmë me kohën ishin familja, nëna, babai, vëllezërit, motra, parafisi që me botimet dhe kohën që rrodhin njohim shumicën nga familja. Ishte nëna ajo fryma e parë që i kishte dhënë dritë rritës edukimit bashkë me babain që ishin bërë dhe shëmbëltyra e karakterit e virtyteve dhe e rritës së poetës së sotme Prenda Sejdia. Dhe Prenda që sot numëron rreth 50 libra të publikuar dhe editore e revistës Pena e Art, një profil që tani më ka për maset kombëtares në art, ka pak nevojë për prezantimin ton, por ne e shohim të arsyeshme ta sjellim tek pika e qëllimit ton. Dhe në këtë rast, si mirënjohje për nënën dhe gjithë nënat e botës, ajo thurë omazh, lutet, ndez kandila vargu për shpirtrat e tyre për t'i bërë dritë thirësisë nënës dhe nënave të botës për të dhënë dashurinë e mirënjohjen, por edhe për falënderimin e madh emrit nënë. Unë do të shkëpus tani pjesë, pra do të kaloj pak një pjesë të recensionit tim dhe do të dal pak më poshtë për të sjell pjesë tjera nga ky recension. Pra jemi në faqen 125, vargu dhe libri si një kandil drite dhe mirënjohje për emrin nënë. Për ne që e kemi ndjekur vargun poetik dhe poezinë e poetës Prenda Sejdia, ligjërimi dhe gjuha poetike kanë bazamentin e një kulture të thellë të tradicionales dhe traditës në një mishërim me modernën, brenda një takti të kujdesshëm të kapjes së tematikave dhe çështjeve që ngrit ajo në vargun e saj. Por në këtë rast Prenda Sejdia kap një temë shumë interesante dhe i qaset asaj me shumë dashuri për kushtim, por edhe me një mision të caktuar të ngritjes së kësaj problematike
në një kohë kur shoqëria jonë po përballet me një transformim dhe tranzicion. Jo edhe aq të lehtë e të këndshëm kur shohim se çfarë po ndodh brenda shoqërisë tonë shqiptare dhe nga po ecim si kom. Brenda në këtë qasje trajton tematikën e nënës për kushtimin, dashurinë dhe gjithçka që lidhet me emrin e saj. Pra jo pa qëllim përveç përmbushjes së misionit shpirtëror që i ka vënë vetes, ajo përpiqet të sjellë të virtytshme në njerëzoren brenda emrit të nënës si përkushtim, si dashuri që duhet ushqyer përjetësisht. Një tematikë e tillë dhe një qasje si temë në vargje, jo vetëm që shpalos anën përkushtimore të poetës dhe shprehjen përmes poezisë, por shpalos edhe atë tradicionalen të virtytshmen, njerëzoren logjike për kushtimin ndaj nënës, ndaj asaj që solli në jetë, të ushqeu, të rriti dhe për 2 dekada u kujdes për ty deri të bërit që ti kapësh jetën tënde në duart e tua. Dhe që gjithçka tjetër që ty t'u desh për ato vite të dha qumshtin e gjirin të vet, të ushqeu, të veshit, të mbathi, të rriti, të edukoj. Na fali dashurinë e pamat e na mësoi ç'është jeta dhe dimensionet e saj. Dhe ti apo ne të gjithë jemi më shumë borxh që vështirë mund t'ja kthejmë nënave tona. Dhe a nuk ndihemi me borxh me detyrim të kujdesshëm për do ta ndjejmë obligim njerëzor, moral, por edhe detyrim pa diskutim. Nuk duhet të thellohem më shumë në çështje sepse ka libra literaturë që trajtojnë shumë gjerë këto problematika, që ka marrë kahjet të padëshirueshme në botë, por edhe në shoqërinë shqiptare biles me të madhe. Por në një mision të tillë, brenda Sejdia e kreu në një mënyrë shembullore karshi prindërve të saj, babait nënës duke u përkujdesur për ta me një përkushtim të shembullt, si dhe duke u kujdesur për prindin, në këtë rast nënën deri në fundin e jetës së saj, kohë kur ajo mbylli sytë përjetësisht. Dhe ky shembull për kujdesi, për kushtimi dhe dashuria që i dha ajo nënës së saj, ajo krijoi personalitetin e një shëmbëltyre si dhe duke u kujdesur për prindin, që është edhe një mesazh për gjithë shoqërinë e gjerë. Dhe ky mesazh për kushtimit tani na vije edhe në vargun e saj, si formë dhe metodë që shpërndahet shoqërisë së gjerë në këso mesazhe. Pra, edhe këto gjëra duhet të flas dikush, aq më tepër përmes vargut poetik apo poezisë, duke i shpalosur përmes sekuencave dashurinë, kujdesin dhe përkushtimin në mënyrë që shoqërisë së gjerë t'i sjellet edhe përmes artit kjo problematikë shoqërore. Dhe derisa vargu poetik është një lloj akti i posaçëm, funksioni i mesazhit që përcjell në formën vargëzore merr kuptimin dhe formën e mesazhit, në këtë rast kujtesës dhe rikujtesës së dhimbjeve, të halleve, të brengave, të dhimbjeve të plagëve, por edhe jetës sociale, problematikave dhe preokupimeve të tjera shoqërore, si akt nxitje e rikujtimi për memorien e lexuesit, duke ja përsëritur, kujtuar edhe përmes artit poetik si një përballje me kohën dhe problemet shoqërore. Dhe sigurisht në këto mesazhe janë në vazhdimsi në komunikim me memorien e njeriut dhe të shoqërisë së gjerë, që të vënë në funksion të ngritjes së vetdijes qytetare për problemin që ngre ajo në librin e saj. Zënë prenda, unë këtu do të kaloj përsëri pra pak më poshtë për të vazhduar dhe pak një pjesë tjetër të recensionit, sepse recensioni, si që tha, më afron 30 faqe dhe është i gjatë për të lexuar. Por neve këtu do të elementet poetike, por edhe dashurinë e thellë dhe të fortë për nënat. Thuhet se nëna është shtyllë familje, është shtyllë e shoqërisë, po nënën s'do kishte botë. Faleminderit zoti Gzim. Faleminderit edhe juve, zënë Prenda. Nëse jetën në ndihmit do të vazhdojmë me leximin e ndonjë poezie apo keni ndonjë
ide tjetër, sepse sa më shumë të shpalosim librin, aq më mirë do t'jetë edhe për shikuesit dhe dëgjuesit tanë, edhe pak me që... Po. Faleminderit. Faleminderit zënë Brenda. Faleminderit ju. Nëse do kishit mundësi edhe një poezi apo dy që të vazhdojmë me emisionin edhe pak. Kjo kohë pa ty. Ty ti si holli ardhjes kësaj kohe. Si fije bari vështia. Kjo rritje e butë në ajrin e vjeshtës nën. Pa shi, pa gjurë. Ora e nata ndane fësirën bahem. Dëshmi mes nata u vëm. Kjo tjerë mundimshme. Ardhja që nisur që moti, që ande i kthehemi prapsi, ko krizat e dheut në kërkojnë, ko kur myt o fryma e të mëzorë. Kjo djoptri e vjetër sa vetjeta, pik për pik në zë, qillit lutjet e drejtoj. Bezmi i fjales në jollet, e liga amull u bë qysh paravu. Visha mi të kohës në nga vitet në bandë të qeshura, ashtu bakë si bora, u beshen edhe orët e qilit, ja për cilën Jehovën. Amaneti në lokës, mbi kohën e motmoteve në goditit rafësia, të zgjin e përzgjin koluareve të Europës, amulli mendimesh në dimensionet e botës.
Kjo më mdhe. Kështu që kam dashur si në pope, kur mos i duket shesha se keq ka kapluar, barbar e hordhitit zisht me maritet e fort të mbajnë në nështru. Argat të djallit në lokja i kundron, rokamën e korbit një kodra ja dëgjon, lidhuni nga gjithë trojet, o bit e mi të besët. Krejt trojet arbrorit i bëjmë kalaqën dresët, në të gjithë dhe ju përqapon nga toka e kastriotit, a dhe neja i mbledh gjithë shqipet, o ju, krijesat e Zotit. Nëna le të shkojam shnimit, por amanetis fle, dhe krejt trojet arbërore, le të bëhen një. Madhështia e ka emrin Nën. Është edhe poezia e cila mban titullin e librit. Në qerdhin e shpirtit tënd gjej kolen. Oqean djenjave hynore zbretësi u i varë, nektar ledhaftimesh ashtu si në nebi, gjënde me mbështil në mëndafshin e lkurë sate, bia e mirë mërturase. Aromën gjëllore ka shpirti nënës, vërshësia bëhet dritë e qiellin ndriçon, kohën që sot forcërisht dua të ndaloj, nuk e di, por sikur kam pak frikë. Dua pa pun të zgjas për jetimi si në ëndra, e të qëndroj hekshtur azim një qerbi, dhe këngtin të nuar për ty të këndoj. Gjithë zotave të qiellit do lutem për ty, e dielli agut të na indroh zemrat, për hirsinë e fjalëve të këdhendura që na dhuroje nga batikat e shpirtit. Në mund t'i freskoj ëndrat deri pas diellit punar dua t'i mbështjell, me lutjet mia sahi për ty shpirti ëndër. Bahqen e dëshirave të bekoror, ut për i mëndafshi për të mirën e kësaj bote, që ngroh si diellin drisi hën, lumturia i pafundme, quhet Nën. Të dytërohem nëna ime lindur mes shkatori. Ky muaj i engjëve, o lule dashurisë, mësuesja udhëzuesja ime që përdore më more, nektari me ëmbël, idol mirësisë. Bashkëpunëtarja ime më e mire besnike, këshilltari i zgjuar, shoqe dhe mike, me nderim të detyrohem për ditët që je pranë meje, jam gjaku jot i pastër që të rrjedh në tërdetje. Më korrigjoje, mbroje, ruaje, udhëzoje. Me shembujt konkret karakterin tim forcoje, më mbështesje fuqishëm dhe kur ndjehesha e lodhur, thoje je fort, suksese ke për të kohur. Ti mësuesje lindur, kulturën ke në shpirt. Momenteve më të vështira ju dhe paqe e dritë, ama e shëndeshme për ty është të mirënjohja, të ketë shumë si ty, më e pashtë ishte bota, të detyrohem nëna ime. Në brehër të magjes, edhe vejzët kanë ndaluar në të tënë si megulle, që nga vjen ky çuditshme trishtim, e koha mizore të vendon as të drejt mos prek, ajri kontaminuar të shrytur në asfiksi. Ajo hëna e tretur në brehër të magjes, mbi tryez mungon ajo qetësi e shpirtit, nëna pranë, i ka bijtë e saj. Pjatat të lirë nëna, bushur me ankë. Barbëjt e lutjes drejtuar qiellit, fjala ngrirë mbi punë. Shtiri ngritë vjetër, fryme nënës ngre. Edhe të ardhmen e Europa ju akëllavroj, e ngrysja tek nënat, jehet gjerë mbi re. Unë përkëmbë, mashtruar jemi, se Europa sofrën thatë na i la, por nëna ende me duar në magje. Ju bite nënave, buvat e shpirtit mbushur me mall, lave vulkanit përvelue, strazojnë në këptis të mund të sfidojnë dështimin. Me pritjen mjekra u gjatë thin, edhe bjeshkën e zu mallkimi, marimangat varur mbi muret e harresës. As tyme në gjaku nuk e ndjerë. Një për mbesa
as bërtasin, as tolerancin e diçka që ndërthehet në fytyrë. Fundosur shpresat në pellgun e pafund kujtimeve. Për moskëtimet e djemve e bijave, ranë gjumin latergjik ky ateu, në rrën një thapshin atë gjesë zambidek. Dritylveret ju bite nënave, në dhe të huaj ju gjaku ynë, meteorët tanë të andrave, deri ku nëna, ju pret tek pragu. Po, zoti Gzim? Faleminderit zënë e Prenda për gjithë ato që na i sollët nga libri juaj. Unë nuk e di nëse do të keni dëshirë të shpalosni akoma më tepër diçka nga brendia e librit, sepse siç e dini edhe ju, pra gjithsesi, pra këtë desha të them, dhe ka çka të lexohet, pra duke lexuar brendin e librit, sepse dihet që shumica e miqve tanë janë kryesisht edhe njerëz të artit, të cilët do të u ndiqnin me shumë vëmendje dhe me shumë përkushtime e dashuri, dhe sigurisht janë të interesuar edhe ata të dinë edhe më tepër. Do të keni të shtonit ju diçka më shumë, apo sepse siç e tham, recensionin më nuk do të lexojmë, recensioni mbetet dëgjuesve, në fakt lexuesve të librit, më falni, për ta shpalosur atë dhe për të lexuar në tërësi, pra si. Mos luaj me zjarrin, atë trojet e mia. Tre vëllezërit e nëna. Tre vëllezër nga një nën, u ndanë natën pa hënë, darjen kush e la. U rritën trungut, krahët prerë, të cunguar mbetën, nëna lëngon në shtrat, plagët rëngojnë, në gryk thau fjala. Europa mi tralltoi vit. I ngrirë gjëndër shpirtim me sofrën thatë, të këtuar plangë shtëpi. Palca e shpirtit në mbylbi të përgjimit, kockat plot dimje, mishi është ndarë, ëndrat e natës në çmale. Çmendit e xhelozit e zu puç komshin të gllaverues. Kur mbyllet fanari, se ç'gëzojnë lypsarët. Të dua nën. Dua të furmargje bukurisë shqiptare. Je ti që meriton o nëna vitale, linda e krijove këtë botë të madhe. Tërmarrje ju jep lirive, je ti frymëzuese demokracie, bukuri shpirtërore, burim energjie. Në zemër të mbin ty drejtësia, frymore shenjtërisht për familjen, kjo është vetë magjia. Mirësia në ty ma gjekë së mrekulli, o zemër në nëne, mike apo motër, fjalë mi fjale sate, pëlton krejt të vëllë. Kush i pa copëzat e shpirtit të nënës, pasi përbalë në avjen bulqeshur, mantenin e dashurisë, nëna u pandeshur. Dua të bisedoj me nënën sonte,
Gjithë sobzat e shpirtit ja lexoj, këngën më të bukur ja intonoj, të dua shumë nëna ime. Nëna u i varë shpirti. Nëse në nata ndjenja shpirti nga zlehet, ëndra lëshohet e revan në disë fondet e jetës, si pikves në mira, shpirtin nektar. Iluzione mahnitse gjizëllimet shkëmbiohen, flakadan ngrihen deri në qiellin pare, e portat e shpirtit pa krah pishkon. Kuhizle dhatuese si e rashk freskije, për gdheljen e diellit animuar me buzëqeshje, në i varën e shpirtit të ngjyra i beve. Ndërëndje përjetuese luskon dëshira, shpresat varur në horizonte mahnitjesh, në harkun qellor ecën bashkë me ide. Melodi e intonuar në magjep se i vëzi. Lartësuar pistikrin në paktim kohës, gjithë ndjesit mbledhur mbi kristalin, as kush së zëvëndin e nënës, as të motrën. Nën, ti je, u i varë shpirti. Buka e djegur dhe nëna. Pas një dite të gjatë të mundimshme, babai u kthye i lodhur në shtëpi. Nëna nxitoi ushqimin ta vënë në tryez, por bukën e djegur ja servira atij. Babi mori bukën, shikoi nënën me buzëqeshje, më pyeti mua si kisha vajtur në shkollë. Se kujtoi fare përgjigjen që i dhash. Ai hante bukën e djegur, e hante si mollë. Kur nëna e ngriti tryezën fytyrë ngrisur, babai të fali i kërkoi për bukën e djegur, ai më pëlqen bukë e djegur, tha. E dashura ime, s'ke nevojë të kërkosh falje. Dashuria në familje është një botë e madhe. Në mbrëmje përqafova e urova gjumë të qetë. E pyetën nëse vërtet i pëlqente bukë e djegur, jeta thash e mbushur me gjërat të mangëta, e gjërat vogla s'ka rëndësi. Pasi nuk ka asnjë njeri të përsosur, kjo është çështje esenciale, të jesh njeri. Një bukë e djegur s'duhet ta hyjë një zemër të bukur. Të fali me mbyllin sytë të imdësirave. Kritikat e vazhdueshme i mbytin shijet, duhet kthyer pesimist, pa negativ në jetë. Lavdroni njerëzit për të mirat që kanë, dhe t'i kalojmë lëshimet e vogla, fjale ëmbël ai çelësi sekreteve, tullgoj e hap polit e zemër. Diell që nuk perëndon kurrë. Me ikjen tënde o nën, iko dhe një pjesë e shpirtit tim. Asgjë si mbush skabrat e zemrës, kjo ndarje përkohshme e mbushur Prishtinë. E shtrenjta ime nën, fisnikja e denj, banorat e ndërqiej. Ama sërish nuk mund të pajtohem me ikjen tënde, nuk ndri njësoj hëna, as nuk grok njësoj ai di. Zbraztia pas ka zë dhe flet, si thesari kësaj bote, për e treshna të qiell. Kujdesesh e për femën e familjes tek ngritja e lartësive. I donin, e të donin, ke larguar çdo cak dashurie. Nën je ylli ndritshëm i qiellit. Pa dyshimin më të vogël ti e nën, kështjella më e sigurt e gjithë njerëzimit. Ju o nëna, ju kështjella sigurie. O perëndesha e hyjnesha të tokës e qiellit, gëzofsh ti po e në shpëllim, në më të rëfsh në atë tempull për jetësi. Ju prindër plot virtyte. Një vërtet i duam shumë nënat gjithkush. Në qoftë se ndodh diçka, në qoftë se është i zemëruar, në qoftë se ka qoftë një dhimbje koke,
një frikë para një provimi, e ndjen thellësisht një dështim apo pasiguri, fjala e parë që shkon në mendjen, o brenën, por të kuptojmë se kemi edhe baballoret. Ata janë kujdesur për shtëpinë, për mbarvajtjen e punëve. Për edukimin e fëmijëve është marrë nëna, por ato nëna që nuk i kanë pas bashkëshortet e tyre, dihet se ç'mendim kanë pasur me familjet. Kështu që krahas nënës duhet vlerësojmë edhe figurën e babait, si një shëmbëlltyre jashtëzakonshme. Është siguria që nena jep në jetë. Një prindër plot virtyte. Tek vije si e hon vjeshke e oshëtin mbi male, nga dalë zbret luginave ajo erë e hollë me pëshpërimin e lehtë që zbret prej bugjorit fisën. Dhe kështu më sjell kujtimet nga prindrit e mi që janë ashtë të shmuar për mua. E me asgjë nuk zëvendësohen porositë e tyre, dhe me asgjë nuk krahasohen virtytet e tuaja, prindrit e mi të dashur. Tani që aq shumë më mungoni nënë e baba, se shkërmohem në 1.000.000 grinçare, pika shiu pikojnë stalaktitet në përqepalla për mallin e përveluar. Pasi me gjakun e djersën tuaj, prindrit e mi të devotshëm, kështu me keni formuar, ndaj dritën e qiejve mbi ju, thellësisht e ndjej, e gëzofshin për jetësi o drita shkëlqyese. Në mund t'i freskoj lotët e krikur të dëshpërimit, me kujtimet tuaja më të thekura të fund shekullit kaluar e fillim shekullit të ri, e sikur të kyçet isha brenda mureve të zemrës pa tavan, se qatia qiellore jeni ju nënë e baba. Akull do e ngrija të ftoftit që mbretën. Se virtytet tuaja o engjëj të qiellit janë vlera që shpirtin më mbajnë gjallë edhe në botën e ftohtë, parajs shkëlqimtare e paqja njerëz që botës i mungoni. Ëndrat më trazuan nënë. U trazuan ëndrat nënë e pas kohës nga. Shmallki me zukreshtën, askush se di, u zungusht dhe ajrja saj në sneka. Relative mbetet si plagë e hapur mes moçalishtes. Në prag të këtyre krishtlindjeve andrimet viteve, si vrag rritin kujtimet në koret e trurit. A mund ta vizatoj jetën deri në smajet e miteve? Imagjinoj sikur jemi bashkë ati tregut fillisht, shoqërojnë imazhet e mbi gjysmë shekulli. Si fshetot admirimet e përflakta për ty, të ingopje me mungesën e thelluar, kapluar nga eter, të kthimet e moskimeve, qiellit i lutem, me e pahir. Në mshim tashmeje, yll je në përjetësi, e pas ka një stad të cikli jetës, do mbështillemi aty brenda pëlkurës së mëndafsh. Se një ditë bashkuar do jemi. Ti heroina ime shpirt madhe me dritën sa qielli, derisa të jem aty pranë teje, jetën në parajs, ndër lule e rrezë dielli. Në kokër të lotit nënë, në mund t'i shkri makujt e shpirtit, përmia t'im lidhja si pikves, të shëroja dhimjen me helmin e fjalëve tua si testamenti kësaj epoke. Qëndruam pranë njëra tjetrës, të mos na vrisnin largësitë e shtrenjta ime në. Ndonë se zemra kujtohet e loti as nuk mjafton, se ndarje kjo, as se si nuk na përkasin ne, pasi një ditë, do jemi dy. Dalë nga dalë po iken për vetë. As do t'ja di fare, as për timen time, tonat, në varë graditën kopshtet e fjales e filizat, e vargjeve, malit përshkuen
sipërmes plazmës formulat e kodit në nxë. As i ndryr dot dëshirat e mia. Ato shumëzohen me ndjenja malli, dhimbje pik pikojnë andej ka këndjedhur. Pasi kjo botë rrumbullatet rreth botës, sillet e shtrenjta në për ty, në kokër të lotit në fruton dashuria. Pikojnë edhe sytet e penës tek kopshti, lënduar nga piklimi, as zemra si pshek ndjenja. Tek ende mlar të poshtë asaj zbrazdie, për këdhelja nën më mungon nga dora jote. Si u i varë derdhet mbi mua malli e dhimbja. Pikojnë edhe sytet e pemës tek kopshti, e vetyt edhe kjo vjesht prej krejt rrokullimove. U mërdi i ftoftin këtë dimër. Ditë netët të zdip se ecin ka që brushëm, e ndjej shien e hidhur ditëve në ikje. U laç mblidhet lëmsh i kohës. Si rëkësh shiu vërtitet loti e glabron vetmia, yllur në kantinën e ftoft ironia dhe bën shoqëri. Më prit canën, më prit e ka i ishull i dhimbjes. Merr nga malli me dashuria për ty, të dhimbjen do e ruaj për veten. Se sytet nuk ndalojnë se piku. Po, zot Gzim. Faleminderit zonja Pranda, faleminderit për gjithë këto poezi, ju ura juve më shumë të lexoni dhe të lodheni edhe besa pak, por uroj që këto poezi t'i shkojnë dritë nënës suaj dhe të gjitha nënave që të botës për si një kandil drite për to. Pra le t'i kujtojmë ato dhe në këtë mbrëmje që po kujtojmë sot, ne po promovojmë librin tuaj duke kujtuar edhe nënën Linë. Unë ju falemderoj dhe ju përgëzoj, sigurisht se ju përgëzoj edhe për emocionet që keni arritur t'i ruani aq thellë, aq shpirtërisht, pra duke qenë shumë e fortë përpara kamerave të emisionit ton dhe për ta ruajtur atë durim deri në fund. Faleminderit shumë dhe unë shpresoj që do të shihemi edhe në promovimet e ardhshme, ndërsa për miqtë tanë neve do të sjellim edhe një njoftim që të gjithë ata që janë të interesuar të na sjellin më datën 6 korrik, pra do të kemi lexim poezisht dhe të gjithë ata që janë të interesuar të bëhen pjesë e emisionit ton, neve i ftojmë ata që të marrin pjesë. Na i dërgojnë ato poezi në adresën Radios Sibilat e Veriut, tek unë apo tek zonja Pranda Sejdia gjithashtu, pra dhe sepse ne punojmë së bashku në radio dhe gjithsesi se poezitë tona do të mbledhen dhe do të lexohen aty. Jeni të mirëpritur miq të nderuar në këtë dritarë të hapur të artit dhe të letërsisë, kryesisht, por edhe temave të tjera që po i trajtojmë në vazhdimsi. Neve ju mirëpresim juve, ju lutim që të merrni pjesë, të bëni pjesë e emisioneve tona, qoftë edhe me vargjet tuaj, me poezitë tuaj, me intervistat, po edhe gjithë ata që kanë dëshirë të prezantojnë, pra të promovohen brenda valve të podcastit ton dhe Radios Sibilat e Veriut, urdhëroni, ne ju mirëpresim, ne ju japim mundësi për të u promovuar, pra. Por sigurisht se më datën 6 korrik do të kemi lexim poezisht dhe jeni të mirë se ardhur dhe të mirëpritur me poezitë tuaja për të na i sjell ato që ne do t'i lexojmë dhe me njëtë takim pastaj, në njëtë lexim dhe njëtë emision do të mbyllim sezonin veror të podcastit ton dhe radion Sibilat e Veriut për të pushuar dhe për të vazhduar pastaj në shtator. Pra. Me datën 6 korrik ju presim me poezitë tuaja, do të kemi lexim poezish. Ndërsa për juve zonja Prenda do t'isha lutë që të na përcjellni një mesazh për gjitha nënat e botës, ashtu siç dini dhe dëshironi ju nga shpirti juaj. Po, me shumë knatësi, dhe jo. Nëna të rojen ndërpulla, po e sjell këtë poezi sepse siç dihet, trojet shqiptare qoftë në Shqipëri apo në Kosovë, fatkeqësisht po boshatisen dhe nënat
vërtet po mbeten roje të kula, pra po mbeten vetëm me syt nga telefonat, me mendimet se një ditë bijtë e tyre ose bijat do të vinë. Kështu që dhimbjen e një nëne e diet gjithkush, sepse kush do e ka nënën e vet. Edhe kush nuk e ka, gjithmonë ja çan hallet e jetës së kaluar, që ajo ka sakrifikuar, ka bërë mund, ka dhëruar vjerës, ndoshta e ka përsyer ka fshatin e bukës për të rritur fëmijët, që këto kanë qenë shumë të dikur, sidomos flas për nënat që nuk jetojnë. Pra janë momente që duhet të reflektojmë, jemi më pranë tyre, duhet sakrifikojmë siç sakrifikuan ato për ne, edhe ne. Të bëjmë gjithçka që është e mundur, që ditët e fundit të jetës, pleqëria pra, ato mos ta ngrysin vetëm. Nëna të ruajë ndërkulla, ofshan nëna, ofshan me tuar mbres. Syt hellte horizontit në hapësira të ankura. Për bijtë e shqipës që botës janë shpërndar, e për kthimin e tyre shpresat atë vakta. E janë i bijtë e nënës, ju do më mëdheu. Ky vend nuk u bë kur që kuriku Skënderbeu, ju rrita me përkushtim e u bë të burra, e vetë me mbeti nëna roje ndërkulla. Me tërgëllim në hapen portat, mbyllur qenë në koti. Kjo kokë mistike shkar ka mes shkretëtirës, këtë mizërari që kur se njohën kullatona, shërëti me thellë, kjo zezon e lamdumirës. Se që erdi kjo kohë, nëna bënë roje ndërkulla. Kthehun i vite bata, e armea të shtrumbuar. Për këdhejjet e nënës, fort ju kanë munguar, kjo mos përfillje gjatë, një botë kulluar. Në mund të bëhë një arkitekt i të armës tuaj, o bi ju thret nëna, bota është e huaj. Sa herë kam mall, flas me kujtimet e tua nënë. Klif me dhimjes bëhet veç fjala. Mallin e kujtimet i dedhem kupës blu të qiellit, vaj halli për plagën që dhimjet të të gurin. E amull kjo kohë dhe mjegulla më bërthem. Dhimja shkun guximin me rëson ka shmua. S'kam sa mall kam për t'ju nën, flas me kujtimet e tua. Dhimja nën lëkur mbjell si me palmen. Nga malli për ty mungesa aq fordhem, si legjende zemrës time ishe mjaft e fort, tiro në naime ishe por si një shkëm. Shkërmoq shpirtin ma ka ikja jote në mshim. Nën, si me dalbjon, barë për shilat e tua, drit e kyni faqat të botë, engjëll i për mu. Imazhet e dhimbjes, si kur mund të abluoja kohën e malin, dhe të grishja në gjdo të këthim, mendimi me rrugtimin e përmalshëm, të digjet përvlimit, si sklave kohës. Ditët kaloj një nga njën ka përcyll. Lëm atur po bëhen atje të i gardit, këtë senetët s'kan hën as ditët të gjell, për mes malit që vretnën, flasin i mashët. Mazhet e dhimjes këm përqullur me zvatre, as një strajc nuk ka që mund t'i përthekosh. U dogjen dhe pritjet si kur në prush saqe, me frymin e lutjeve në mund t'i melte mosh. Çdo imazh për ty në dhem, në thellësi të shpirtit, para syve të rrinë me agun deri në perëndim të diellit, shkretëtirat e mallit u dogjen për mallim, kronikave të kohës mbetet nën për ty, vajtueshëm vjen ky vargu im. Nën, për me spiklimit vadise u shehet mallit tim për ty, imazhet të dhimjes në mbajrë, kyqur në dryp. Heruaj në kujtime. Si shtoj zëvallë në gjanë sa shumë të adhuroj.
Kisha mbëlltyre shpirtrave nga dhimbtar, kujtimeve tua të shumta nën, tua t'ju bajroj. Koha nuk ndalet nën për asgjë jetë. Porosit e kujtimet tua na shoqërojnë 100 vjet, ajri frym s'pëngopet, ndaj s'mund t'jeme qetë. Marrë nga një kujtimin tjetër vesh. Ndalem thellë mendoj për mendimet tua të bardha, për virtytet tua njerëzore, nga flisje po aq shpesh. Librin për ty shkruaj, di të bardh kusht, ku mboft të fjala. Për ty fisnikja kurneshëja, sojnikja mërturse, shpirtin tënd të mjaltosur e bekoft 90 e marta, shtatori, dhjeshta, 23. Faleminderit, zonja Prenda. Edhe njëherë, dhe sjellë njëherë strofen e fundit, librin për ty shkruaj, bit të bardh ku mboft të fjala. Për ty fisnikja, urrëresha, sojnikja mërturase, shpirtin tënd të mjaltosur e bekoft 19 e marta, shtatori e 23. Amen. Zotë Gjemë të falenderoj me shpirt që ke qenë vërtet promotor i këtij programi për të promovuar të libër. I ke dhënë shumë rëndësi jo vetëm nënës time, por gjitha nënave, edhe për këtë e admiroj gjithë punën që ke bërë për recensionin e këtij libri. Kush vlerëson nënën, vlerëson jetën. Prandaj të falenderoj shumë herë. Me shumë knatësi dhe respekt. Uroj që kush i ka nënat, i ketë sa më gjatë, ketë jetë e shëndet, pa sëmundje, pa vetmi, pa shqetësime, deri në ditën e fundit të jetës tyre. Kujt i mungojnë fizikisht, dritë e diell e paqen atë botë, le të bashkohen atje me njerëzit e dashur. Faleminderit zonja Prenda, faleminderit për gjitha mesazhet që dhanë, ndërsa unë dua ta përmbyll edhe unë me një mesazh, por pikërisht nga poezia juaj me 4 vargje. Jeni ju nëna që krijuat botën nga e para. Ishe nën, je mbetesh shëmbëltyra e gjithë kësaj bote. Sa krenari ndjej për ty, nëna ime. Të dua nën, unë bia jote. Do të shtoja këtu unë biri ytë. Faleminderit zonja Prenda, faleminderit dhe do kisha lutur që tani më të kalojmë edhe në pjesën e miqve, ku do të lexojmë komentet dhe gjithë ata që na kanë uruar e përshëndetur në emisionit tonë për t'i nderuar brenda mundësive tona, atë sa kemi mundësi t'i mbledhim në përfaqet tona të gjitha ata. Sepse emisioni është i shpërndar në shumë faqe pra. Tek metafora në faqen time, tek faqja zonës Prenda Sejdia, tek Sibilat e Veriut dhe për pak minuta ajo do të kaloj edhe nga Google, nga YouTube që do ta shpërndajmë pastaj edhe përsëri në Facebook. Vërtet shumë faleminderit. Riza Lata i përshëndetje, super. Gjyste Qarku Vici, respekt. Falindreka urimet e mia më të mira. Alma Gjelaj Shkoza, urime. Ne do të kapim ato komente brenda mundësive tona. Presta Fundo Gjergji, shumë urime Prenda Sejdia, urimet më të mira. Ore Sejdia Shkoza, urime për emisionin suksese për ju, dhe në duhet jetaj suksese. Suksese, shëndet e mbarësi për secilin për jush që keni komentuar, por edhe ju miq që keni pëlqyer emisionin tonë.
Kemi pak problem me internetin në fakt, po. Presojmë që dëgjuesit tanë na merr kuptojnë, sepse gjithë teknikat duhet menaxhuar nga dy duar dhe pastaj edhe pjesëmarrjen e Ka problem emisionit. interneti, nuk është Edhe problemet teknike her pas here krijojnë ato pengesat. Jenë sinqerisht keq, nuk hap fare interneti, nuk bën. Më vjen shumë keq sinqerisht që jo për mungesë teknike, por që nuk bën interneti, ne nuk arrim të lexojmë emrat as komentet e miqve. Por urojmë me shpirt e me zemër secilin për jush që keni komentuar, secilin për jush që keni pëlqyer emisionin, që për ne keni qenë në këtë 6 mujor të mrekullueshëm. Keni qenë burim frymëzimi, mbështetje. Na keni detyruar, e them në thojza, të jemi vërtet palodhur për të sjellë ato tema që vërtet kanë qenë edhe të mirëpritura nga ana juaj, por edhe ne e kemi menduar që i shërbejnë shoqërisë sadopak. Dhe të bien nga shumë tema që ne kemi trajtuar, të bien edhe në vendin në veshën e kushtetarëve që ndonjë gabim që ne mund ta kemi trajtuar të gjej rrugë zgjidhje nga institucionet përkatëse. Në rast se nuk flasim ne, ju, ata, e me radhë, pra në rast se ka grupe të ndryshme njerëzish që problematikat që shoqëria jonë i ka në jetën e përditshme, ne nuk i trajtojmë, nuk i bie ku i ndërmend që të merret me zgjidhjen e tyre. Po zot ekzem. Faleminderit për të gjitha zonja Prenda, faleminderit për poezitë që sollët sonte dhe na sollet edhe emocione edhe neve, sigurisht se edhe dëgjuesve tanë, por le të jetë ky promovim një trokitje në derën e gjithë atyre që të kujdesen për prindërit dhe të kujdesen sa më shumë, sepse një ditë edhe ata do të jenë në pozitën e tyre dhe do të vim shumë shpejt, pra siç po vim ne pra në moshët e prindërve tanë. Dhe ai kujdes pra të shtohet më tepër, le të jetë edhe ky emision një thirrje për kujdes të shtuar, ashtu siç jeni ju një shëmbëltyr e kujdesit për nënën, të bëhen të gjithë shëmbëltyr në shoqërinë tonë shqiptare për të vazhduar kujdesin ndaj tyre. Që ajo sa të pak të ndjehet mirë. Dhe themi inshallah ja kam arritur. Pra kur nuk jemi të kënaqur me atë që kemi bërë ndaj prindërve, të hasuar me çfarë kanë bërë ata për ne. Faleminderit. Miq të nderuar, unë ju ftoj edhe një herë për më datën 6 korrik që të na i sillni poezitë juaja për t'u lexuar, sepse do të jetë edhe emisioni i fundit i sezonit veror për të shkuar pastaj në pushime deri në shtator. Zonja Prenda, përgëzim edhe një herë për librin, urime, suksese në librat e tjerë, për të vazhduar dhe mos u ndalur kur për të krijuar, por gjithsesi edhe për të krijuar edhe poezitë akoma për nënën, sepse ato janë frymëzim për gjithë ne, për gjithë shoqërinë dhe njerëzit e gjerë të kësaj bote. Sigurisht janë edhe një motiv më shumë për t'i thirrë edhe ndërgjegjes, sepse pak a shumë po shohim se në rrethana po jetojmë dhe ku ka po shkon bota. Prandaj do ju lutesha që vazhdimisht na sjellni edhe këto tema dhe këto libra të tillë për të kujtuar, për të ndërgjegjësuar njerëzit dhe shoqërinë e gjerë. Pasi ora letrare do jetë dita e fundit e këtij sezoni dhe i pikërisht në 6 mujorin e hapjes së radios sonë, pra nga data 6 janar. Shpresoj që të vinë poezitë më të mira për ta zburuar verën që vjen. Faleminderit edhe një herë.
miq të nderuar, emisioni tonë tani më i erdhi fundi. Urojmë në emisionet të tjera. Ju falenderoj për kohën që keni ndarë dhe ju uroj një natë të qetë e të mirë juve të gjithëve. Faleminderit, natën e mirë.